Tragedia e Air India, gabimi në kabinën e pilotit që mund të ketë shkaktuar 241 humbje jetësh. Një ekspert i aviacionit beson se bashkëpiloti i fluturimit AI-171 të Air India mund të ketë tërhequr gabimisht flapat e avionit në vend të marshit të uljes, duke shkaktuar kështu bllokimin dhe rrëzimin e mjetit fluturues. Sipas ekspertit, pavarësisht se levat që kontrollojnë këto dy sisteme ndodhen në pozicione të ndryshme dhe nuk janë pranë njëra tjetrës, është e mundur që një gabim njerëzor i tillë të ketë qenë fatal. Kapiteni Steve, pilot në një linjë ajrore komerciale dhe youtuber që analizon aksidentet ajrore dhe incidentet e afërta me to, ndau teorinë e tij mbi tragjedinë që mori jetën 241 personave. Aeroplani Dreamliner 787 me destinacion Londër filloi të mbas lartësi pak minuta pas ngritjes dhe udhëzua mbi një zonë të banuar në Ahmedabad, në Guraya, duke shpërthyer në flak. Sipas Steve, gjithçka mund të ketë nisur nga një keqkuptim në kabinën e pilotit. Dëgjoni çfarë mendoj se ka ndodhur dhe sërish, kjo është vetëm një teori personale, u shpreh ai. Mendoj se piloti kërkoi bashkëpilotit të riq marshin e uljes, por bashkëpiloti për ndonjë arsye kapi levën e flapeve dhe të roqi ato. Nëse kjo është ajo që ndodhi, atëherë shpjegon shumë nga ajo çka ndodhi më pas. Sipas tij, tërheqja e flapave në atë moment do kishte shkaktuar një humbje të menjëhershme të ngritjes së shpejtësisë, gjë që do bënte avionin shumë të vështirë për të kontrolluar. Ai shtohej në mënyrë tipike flapat e një 787 e Dreamliner përkulen për të ndihmuar ngritjen gjatë fluturimit, por në këtë rast nuk është vërejtur ndonjë kthes karakteristike në trajektore, gjë që mund të tregojë se ato janë tërhequr gabimisht. Nga 242 personat në bord, vetëm një mbijetoi, ndërsa 38 të tjerë humbën jetën në tokë, duke bërë këtë një nga fatkeqësitë më të mëdha ajrore të dekadës së fundit. Shkaku zyrtar i tragjedisë ende nuk është konfirmuar, ndërsa hetuesit po shfryttojnë të gjitha pistat për fshirë dhe defektin teknik apo gabimin njerëzor.